Përshëndetje, sot do të flasim të mësimi për robaqepsis për copat, sepse janë shumë të rëndësishme copat dhe numrin e gjilpërës që duhet përdorim. Mos harroni që gjilpëra, sipas mësimeve të robaqepsis, duhet ndryshuar një herë në tetor. Në rregull, pra një herë në tetor është rregull, pastaj ju rregulloni vetë. Po kujdesë se ndonjëherë kur nuk i qep mirë është edhe që duhet ndryshoni gjilpërën, nëse ka marrë shumë pyetje te komentet te videot e YouTube-it. Dhe një nga arsyet pse nuk qepet mirë është edhe se nuk ndryshoni gjilpërën. Atëherë kemi llojin e copës, figura, pra çfarë pamje ka, karakteristikat, çfarë, domethënë çfarë tipi gjilpërë duhet dhe numri i gjilpërës. Atëherë kemi copën pambuk. Për çfarë mund ta përdorim? Është një copë natyrale, e butë dhe e freskët, përdoret për veshje të përditshme. Gjilpëra që përdoret është universale, nga masa 80 deri në 90. Poplina është e hollë, e lehtë dhe rezistente, përdoret për këmisha, fustane e tjerë. Universale edhe këtu, pa gjilpërë universale, nga 70 deri 80. Xhinset e trash dhe shumë rezistente, përdoret për xhinse, xhaketa e tjera. Por duhet kemi gjilpërën xhins këtu, vetëm me gjilpërat për xhins. Nga 100 deri 110. Mund të themi edhe 16-18, e njëjti numër është. Lino, natyrale, freskuese dhe thithse, pra mban djersën, mund të rrudhet lehtë. Universale dhe këtu nga 80 deri 90. Sateni, sipërfaqe e lëmuar me shkëlqim, përdoret për fustane elegante, Microtex. Pra përdorim këtë gjilpërë që quhet Microtex, nga 70 deri 80, pra është gjilpëra e hollë. Shifon, shumë e hollë, transparente dhe e lehtë, kërkon qepje delikate. Edhe këtu me Microtex, me gjilpërë Microtex nga 60 deri 70, sepse është akoma më e hollë. Kemi trikot jersey, elastike e butë, përdoret për bluza dhe veshje sportive. Tu kemi ballpoint është gjilpëra që është vetëm për jersey, se nuk e çan copën. Nga 75 deri 90, pra varet sa e trash është. 70 është më hollë, 90 e trash. Lëkura e trash rezistente, përdoret për çanta e xhaketa. Edhe ledhër, pra duhet ta qepim me gjilpërë që thot ledhër, që është vetëm për lëkurë. Nga 100 deri 110, duhet keni kujdes që kur qepni një lëkurë, duhet keni shumë kujdes kur e bëni projekte, sepse ju lë shenjë, vrim. Pra, prandaj duhet jeni të sigurt, se po e qep vetëm një herë qepet, nuk qepet dy herë se të prishet lëkura pastaj. Tjetër, kemi pëlhur, pra një lehtë, e trash nuk shqyhet, përdoret për pallto, dekorime të tjera, pra e trash. Universal nga 80 deri 90 dhe fundit velur është tu, po velvet, nuk e di si i themi në shqip, pa rroba tani nuk më vjen. E butë me cip kadifeje, përdoret për veshje elegante, perde e tjera. Edhe kjo do Microtex është elastike, nga 80 deri në 90. Në rregull, pra këto ishin copat kryesore, se ka dhe tjera, po copat kryesore. Pra dhe një herë zonja ose zotëri, se ka dhe zotërinj, duhet jeni shumë të saktë me gjilpërën që përdorni, edhe një herë siç e thash në fillim, mos harroni ta ndryshoni. Gjithashtu edhe paint kanë shumë rëndësi, po do flasim në një mësim tjetër. Nëse ju pëlqen këto video, jepni një like, nënshkroni sepse do vinë video të tjera. Pra këto janë fillestar për fillestar.